di është që asnjëherë qeveria e lëvizjes vetëvendosje, as lëvizja e vetëvendosje nuk përzihet në tender. Këtë punë e din gjithë Kosova, edhe kjo veç pikën muj me ja qit. Kjo deklaratë është rënë dhe Artani Rizvanolli veç pikën mundet me ja qit. Rizvanolli ose ka harruar, ose ka menduar që kemi harruar ne, kur në platformën WhatsApp ku bënim pjesë, ajo vetë, Albin Kurti, Besnik Bislimi dhe Jona Mihali, Eguran Murati dhe Milot Kelmendi. Nakip Krasniqi ish kryeshef i Kekut, urdhërohej kujt i jepte tendera. Krasniqi me ose pa kapel i njoftonte kundërligjshëm deri në detaje. Sot komisioni ka shqyrtuar ofertat. Lituin, një kompani zvisërane, nuk e ka dorëzuar dosjen sipas specifikacionit dhe sipas komisionit duhet me u diskualifiku. Jo që nuk diskualifikohet, po pikërisht kjo kompani fiton. Sepse ndodhe kundërta asaj që thot Rizvanolli, ndërhyn vetëvendosja. Besnik Bislimi, i vetëdijshëm që po ndërhyn për një kompani që meriton përjashtim, sugjeron të kundërtën. Ama mirë me i respektu specifikacionet e me na kushtu 20 milion më shumë për shkak të vonesave, apo me marrë dikë me direkt kontratë që e kryen për 60 ditë. Më mirë do të ishte të respektohej ligji, po Bislimet aq i bën. As Rizvanolli nuk shqetësohet dhe kështu përfundon duke fituar tenderin një kompani që as kusht si plotësonte. Dëshmitare e kësaj shkelje ligjore ishte ministra që tash s'po e mban mend, por ishte edhe vetë kryeministri dhe patjetër kush tjetër dhe Jona Mihali. Rizvanollit do t'i besonim se ka harruar, po të mos ja kujtonte këtë edhe prokuroria, kur për këtë tender u intervistua. E pyetura ju kujtohet që zotri Krasniqi ka kërkuar ndihmën tuaj në lidhje me kompaninë Lituin të Zvistrës. Jo, deklaron mashtrueshëm ministrja. Ja rasti ndërhyrjes dhe siç do të thoshte Rizvanolli, këtë punë e din gjithë Kosova, edhe kjo veç pikën muj me ja qit.